Sa është rroga e Papës? Sa paguhet Papa Leo XIV si kreu aktual i Kishës Katolike? Në këtë video do të flasim rreth pasurisë dhe rrogës së papave. Papa është udhëheqës shpirtëror i më shumë se 1 miliard katolikëve dhe kreu i Vatikanit, shtetit më të vogël në botë. Megjithatë, ai nuk merr një pagë të zakonshme si njerëzit e tjerë, por ai përfiton një jetë të paguar nga Vatikani, strehim, ushqim, transport, kujdes shëndetësor dhe siguri. Mund të jetojë në pallatin apostolik luksos, por Papa Francesku zgjodhi një shtëpi më të thjeshtë. Ka në dispozicion makina zyrtare dhe fonde për ndihma bamirësie. Nuk ka të ardhura personale, por ka qasje në pasuri dhe burime të tjera që i shërbejnë detyrës së tij. Papa Francesku pati një stil jete më të thjeshtë. Ai nuk paranoi një pagë personale dhe pse kishte të drejtë të merrte një rrogë prej 2500 eurosh në muaj. Ai zgjodhi të jetonte si Shën Francisku i Asizit, duke treguar përkushtim ndaj jetës më modeste. Megjithatë, Papa nuk është i varfër. Ka qasje në pasuri dhe ndihma të shumta nga Vatikani. Pasuria e tij neto është vlerësuar rreth 12 milion pound. Ai ka ndarë qindra mijëra euro për bamirësi, si për shembull 200.000 euro për të burgosur në Rom. Burimet e të ardhurat të Vatikanit përfshin investime, dhurata dhe vizita turistike. Muzeet e Vatikanit sjellin të ardhura të mëdha. Pensi i Shën Pjetrit është një mbledhje vjetore fondesh nga katolikët që siguron rreth 20 milion pound në vit. Cila është gjendja financiare e Vatikanit? Në vitin 2023, Vatikani thuhet se kishte një deficit 70 milion poundësh. Si pasojë, Papa Francesku uli rrogat e kardinalëve dhe priftërinjve. Kardinalët merrin 4 deri në 5500 euro në muaj, por rroga ul me 10%. Priftërit zakonisht fitojnë rreth 1200 euro në muaj. Peshkopët marrin rreth 3000 euro në muaj. Murgjit dhe murgeshat nuk paguhen, përveç nëse punojnë në detyra administrative në Vatikan. Përfundimisht, Papa nuk paguhet si punojës i zakonshëm, por të gjithë nevojat i mbulohen nga Vatikani. Ai ka përgjegjësi shpirtërore, akses në pasuri dhe luks, por roli i tij është përkushtuar në shërbim dhe jo përfitim personal. Ja dhe disa kuriozitete të çuditshme dhe interesante mbi Vatikanin. Ai është shteti më i vogël në botë. Vatikani ka një sipërfaqe 0,49 km2 dhe është shteti më i vogël sovran në botë si nga madhësia ashtu dhe nga popullsia. Popullsia llogaritet rreth 800 banor. Ai nuk ka qytetar të përhershëm. Askush nuk lind si shtetas i Vatikanit. Shtetësia jepet vetëm për kohën që je në funksion të caktuar në shërbim të kishës dhe humbet kur funksioni mbaron. Ai ka ushtri, Gardën Zviceriane. Garda Zviceriane është forca mbrojtëse personale e Papës. U themelua më 1506 dhe përbëhet vetëm nga meshkuj zvicerian katolik, të pamartuar dhe nën moshën 30 vjeç. Ai ka monedhë, por jo bank. Vatikani përdor euron edhe pse nuk është pjesë e Bashkimit Evropian. Ka të drejtë të prodhojë monedha të veta euro, të cilat janë shumë të kërkuara nga koleksionistët. Ka një nga muzeet më të vizituar në botë. Muzeet e Vatikanit përfshin koleksione të artit të çmuar dhe kapelen Sistine me afreskun e famshëm të Michelangelos në tavan. Më shumë se 6 milion vizitorë në vit vinë të shikojnë këto mrekulli. Biblioteka e Vatikanit ka dorëshkrime shumë të rralla. Aty ndodhen mbi 1,1 milion libra dhe 75.000 dorëshkrime antike, disa prej të cilave janë shekullore dhe mbahen në kushte tepër të mbrojtura. Vatikani ka zyrën postare të vet. Posta e Vatikanit është shumë efikase, madje shpesh
më e besueshme se ajo italiane. Shumë italianë shkojnë në Vatikan vetëm për të dërguar letra. Vatikani ka media të vetat. Ai ka radio, televizion zyrtar si dhe një gazetë. Ka gjithashtu dhe faqe zyrtare dhe prani në rrjetet sociale. Ai ka sistem gjyqësor dhe burg. Edhe pse i vogël, Vatikani ka një gjykatë, një kod penal dhe një burg të vogël ku ndonjëherë dërgohen të dënuarit për shkelje brenda territorit të Vatikanit. Papa është kreu i shtetit. Papa është njëkohësisht udhëheqës shpirtëror i Kishës Katolike dhe kryetari i shtetit të Vatikanit. Ai ka pushtet absolut në territorin e Vatikanit. Vatikanin mund ta përshkosh për 40 minuta. I gjithë shteti i Vatikanit mund të përshkrohet me këmbë në më pak se 1 orë. Është aq i vogël sa një lagje normale në një qytet të zakonshëm. Aty ka më shumë turistë se sa banor çdo ditë. Me mbi 800 banor, Vatikanin e vizitojnë rreth 20.000 turistë çdo ditë, që do të thotë se numri i vizitorëve është rreth 25 herë më shumë se numri i banorëve të Vatikanit. Kapela Sistine, vendi ku Zoti prek njeriu. Afresko i famshëm nga Michelangelo, ku dora e Zotit afrohet me atë të Adamit, është pikturuar mbi tavan për 4 vjet dhe Michelangelo pikturoi duke qëndruar i shtrirë për orë të tëra, duke rrezikuar dhe shëndetin. Vatikani ka një arkiv super sekret me hyrje të kufizuar. Arkivi sekret i Vatikanit tani quhet Arkivi Apostolik. Ruan dokumente që janë më të lashta se 1000 vjeçare, përfshirë letra nga perandor, mbretër dhe madje edhe nga Galileo. Jo kushdo mund të hyjë atje, vetëm disa studiues të aprovuar dhe me një kërkesë shumë të veçantë. Papa ka pasaportën numër 1 të Vatikanit. Vetëm Papa mban pasaportën numër 1 të këtij shteti. Kur zgjidhet Papa i ri, i jepet menjëherë një pasaportë e re me numrin e parë. Në Vatikan nuk ka spitale as maternitet. Askush nuk lind në Vatikan, shtetësia nuk merret nga lindja dhe në territorin e tij nuk ka spitale apo maternitet. Gjithçka shërben vetëm për funksionet e kishës. Edhe pse Papa nuk merr një rrogë, ai ka gjithçka falas: ushqim, akomodim, makina, staf personal dhe mbrojtje të përhershme. Ai jeton në një komb që ekziston vetëm për të. Vatikani ka bërë marrëveshje me mafjen për artin e vjedhur. Ka patur raste kur arti i vjedhur i kishës është rikuperuar përmes kanaleve të dyshimta, përfshirë kontaktet me grupet mafioze italiane për ta kthyer në muzen papnore. Monedhat e Vatikanit shiten si flori. Edhe pse përdor euro, monedhat që prodhon Vatikani janë aq të rralla dhe të kërkuara nga koleksionistët sa një monedhë 2 euroshe e Vatikanit mund të shitet deri në 100 euro ose më shumë. Në më pak se 0,49 km², Vatikani përmban më shumë objekte historike dhe artistike për metër katror se çdo vend tjetër në botë, përfshirë thesare që datojnë nga periudha romake, mesjeta, rilindja dhe më tej. Ja dhe disa nga pasuritë e tij. Floriri i Vatikanit është legjendar, por i fshehtë. Sasia e saktë e rezervave të floririt të Vatikanit nuk bëhet publike, por sipas disa burimeve të pavarura, ai llogaritet të jetë 10 ton, pjesërisht e depozituar në rezervën federale të SBA-s dhe pjesërisht në Bankën e Italisë. Kurorat papnore janë të mbuluara me diamantë dhe gur të çmuar. Kurorat dhe tiarat e vjetra të papave janë bërë nga flori masiv dhe të zbukuruara nga mira gur të çmuar dhe janë dhënë si dhuratë nga mbretër dhe perandor në shekuj. Muzetë e Vatikanit kanë objekte që vlen më shumë se disa shtete. Koleksioni i arteve përfshin vepra të Michelangelo, Rafael, Caravaggio, Da Vinci dhe shumë të tjerë. Vetëm Kapela Sistine dhe Pieta e Michelangelo vlen qindra milion euro.
Objekte me flori ndodhen në altarin e Shën Pjetrit. Altari kryesor mbi varrin e Shën Pjetrit është zbukuruar me kolona prej bronzi dhe dekorime floriri që përbëjnë një nga strukturat më të pasura brenda bazilikës. Vlera e paçmueshme. Vatikani ka thesare të larta me miliarda euro. Brenda muzeve dhe arkivave ruhen monedha të arta romake, relike të shenjta me flori, unaza papnore të lashta, piktura unike dhe veshje liturgjike të thura me flori të vërtetë, të cilat kanë vlera marramendse. Objekte të përkushtuara dhe të paçmueshme. Shumë prej objekteve nuk mund të shiten apo vlerësohen financiarisht, sepse ato kanë vlera shpirtërore dhe histori unike, por ekspertët thonë se vetëm thesari historik i Vatikanit mund të arrijë mbi 50 miliard euro nëse do të vlerësohej në treg. Këto ishin disa kuriozitete mbi Vatikanin. Nëse dini ndonjë, mund ta shkruani në koment. Mund t'i bëni share videos dhe subscribe kanalit ton për të ndjekur akoma më shumë video interesante. Ju falenderojmë për kohën tuaj.